Pitet e vogla, recetë që të shkrihet në gojë. Për gjithë juve që jeni adhurues të piteve, kjo është një recetë ideale që me të vërtetë t'ju pëlqej edhe juve. Për këtë recetë na vyn 3 gota e gjysmë miell. Shtojmë gjysmë lugë gjelle krep. Pastaj shtojmë 250 ml qumsht. I përzijem këta përbërësit së bashku, duke e lyer me pak vaj, brumin e ngjeshme dhe e lëmë të pushojmë dikun për 20 minuta. Brumi ka pushuar mjaftueshëm, e ngjeshëm edhe pak dhe pastaj e ndajmë në pjesë të barabarta, në kuleç të vegjël. Pasi i kemi formsuar kuleç, do t'i lëmë të pushojmë përsëri edhe për 10 minuta. Do t'i thollojmë petët një nga një. Petët i lyejmë me gjalp të shkrirë. Pastaj peta duhet të prehet në shirita, ashtu si që shikoni në video, si që kam prerë dhe unë. Shiritat i vendosmi 1 mbi 1. I mbushmi pastaj me gjizë apo me çfarë ju dëshironi. Unë në këtë rast i kam mbushur me gjizë. Dhe shikoni gjithë procedurën, ashtu si kam përgatitur unë, mund t'i përgatisni edhe ju. Pitet e vogla i kemi gati, janë të shkrifta që të shkrihen në gojë, recetë shumë e shijshme për një drekë apo darkë, çfarë dëshironi ju ta përgatisni. Abonohu në kanal për recetat e reja.